Shikues të nderuar, Dalpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Varrezat në qytetin e Gjirokastrës janë lënë në gjendje të rënduar me barë të pakontrolluar, djegje mbeturinash dhe prani bagëtish. Kjo situatë cënon dinjitetin e hapësirës dhe tregon mungesë të mirëmbajtjes së tyre. Banorët kërkojnë masa konkrete nga autoritetet për pastrim, administrim dhe respektim të kësaj zone të ndjeshme të qytetit. Një problem shqetësues po evidentohet në qytetin e Gjirokastrës, këtë herë në varrezat e qytetit. Ajo që duhet ishte një hapësirë respekti dhe kujtese për të ndjerët, është kthyer në një zonë e lënë pasdore, ku mbizotrohen papastërtia dhe mungesa e çdo mirëmbajtjeje. Sipas vëzhgimeve në terren dhe denoncimeve të banorëve, bari është rritur në nivele të pakontrolluara, duke e bërë të vështirë qasjen në vare. Më alarmante është fakti se në këtë zonë digjen mbeturina në mënyrë të vazhdueshme, duke krijuar ndotje të ajrit dhe rrezik për përhapjen e zjarreve, sidomos përgjatë periudhave të thata në verë. Për më tepër, hapësira e varrezave është kthyer në një zonë kullotjeje për bagëti, kryesisht dhi, të cilat lëvizin lirshëm mes varreve. Kjo situatë jo vetëm që cënon rënd dinjitetin e vendit, por edhe tregon mungesë totale kontrolli nga autoritetet përgjegjëse. Banorët thonë se kjo gjendje vijon prej kohësh dhe pavarësisht ankesave të përsëritura, nuk është marrë asnjë masë konkrete. Institucionet vendore janë dieni të situatës, por deri më tani nuk ka patur ndërhyrje për pastrim, mirëmbajtjen apo vendosjen e rregullave për administrimin e kësaj hapësire. Kjo ngre pikpyetje serioze mbi përgjegjësinë e bashkisë dhe strukturave përkatëse. Si është e mundur që një zonë kaq e ndjeshme të lihet në këtë gjendje? Përse nuk ka një plan mirëmbajtje për varrezat? Kush duhet të marrë përgjegjësi për këtë degradim? Në një qytet me vlera historike dhe kulturore si Gjirokastra, kjo situatë përbën jo vetëm problem estetik dhe moral, por edhe një tregues të qartë të mungesës së kujdesit institucional. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente, duke theksuar se respekti për të ndjerët është një detyrim bazë i çdo shoqërie. Shpërthimi i përsëritur i ujrave të zeza në lagjet e sipërme të qytetit Gjirokastrës mbetet një problem tepër serioz për banorët e atyre zonave. Pavarësisht ankesave të vazhdueshme dhe ndërhyrjeve të pjesshme, situata nuk është zgjidhur ende. Rreziku për shëndetin publik dhe ndotja pranë linjave të ujit të pishëm kërkojnë ndërhyrje urgjente dhe një zgjidhje afatgjatë nga institucionet përgjegjëse të qytetit të Gjirokastrës. Në lagjet e sipërme të qytetit Gjirokastrës, një problem disa vjeçar po rikthehet në mënyrë alarmante, sidomos në këto temperatura të cilat po fillojnë të rriten. Shpërtimi i ujrave të zeza në rrugë dhe pranë banesave apo në kaldrëm është bërë një fenomen tepër shqetësues. Banorët e zonës së kamerave shprehen se situata është bërë e padurueshme dhe mbi të gjitha e rrezikshme për shëndetin e tyre. Sipas dëshmive, kjo nuk është hera e parë që kjo ndodh. Prej më shumë se 3 apo 4 vitesh, kanalizimet dalin jashtë funksionit në mënyrë të përsëritur. Ndërhyrje ka qenë të pjesshme dhe të përkohshme. Tubacionet pastrohen ose bllokohen për momentin, por problemi rikthehet sërish pas pak kohe, duke bërë që ujërat e zeza të shpërndahen kudo, edhe në oboret e banesave të tyre. Ajo që rëndon edhe më shumë situatën është fakti se rrjeti i ujrave të zeza ndodhet pranë linjave të ujit të pishëm. Kjo ngre shqetësime serioze për ndotjen e mundshme dhe rrezikun e përhapjes së sëmundjeve infektive. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente jo vetëm nga institucionet vendore, por edhe nga strukturat e shëndetësisë, pasi rreziku nuk është më thjesht infrastrukturor, por edhe epidemiologjik. Megjithëse janë bërë ankesa të vazhdueshme dhe janë kryer disa ndërhyrje sporadike, situata mbetet e pazgjidhur. Banorët thonë se institucionet janë në dieni të plotë të gjendjes, por mungon një zgjidhje afatgjatë. Ata ngren dyshime për neglizhencë dhe mungesë vullneti për të adresuar një problem që prek drejt për drejt jetën e përditshme të qytetarëve të Gjirokastrës. Në një qytet që promovon turizmin si burim kryesor zhvillimi, kjo situatë paraqet një kontrast të fortë. Para turistëve, jemi ne që jetojmë këtu, thonë banorët, duke theksuar se kushtet bazë të jetesës nuk mund të neglizhohen në emër të imazhit. Kjo çështje ngre pyetje të forta për përgjegjësinë institucionale. Përse nuk është zgjidhur problemi pas kaq vitesh? Kush ban përgjegjësi për rrezikun ndaj shëndetit publik? A ka një plan konkret për rehabilitimin e rrjetit të kanalizimeve në vend? Banorët kërkojnë transparencë dhe veprime konkrete, ndërkohë ujërat e zeza vazhdojnë të dalin në sipërfaqe, duke e kthyer një problem të njohur në një krizë të hapur për qytetin e Gjirokastrës. Konfliktet, dhuna, abuzimet dhe mashtrimet po gjenerojnë më shumë krime në Shqipëri. Vetëm vitin që lan pas, në vendin tonë janë regjistruar 17.4% më shumë vepra penale krahasuar me vitin 2024, ku një rritje domethënëse ka edhe përndjekja.
Konfliktet, dhuna, abuzimet, mashtrimet po gjenerojnë më shumë krime në Shqipëri. Vetëm vitin që lam pas në vendin tonë sipas raporteve të publikuara janë regjistruar 74% më shumë vepra penale krahasuar me një vit më parë me 2024, ku një rritje domethënse ka edhe për ndjekja. Për avokatët e çështjeve penale dhe civile, këto rritje lidhen më së shumti me denoncimet e grave dhe vajzave nga konfliktet që lindin në përjete sociale. Një fenomen i përhapur është për arsye të rritjeve sociale, për të rritur ndjekësit në rritje sociale, hyn në komunikim me persona të ndryshëm pa njohje dhe në komunikim me sipër përfitojnë nga njëri tjetri, më pas momentet acarohen duke kaluar në përndjekje apo konflikte fizike dhe verbale. Të dhënat e Instat tregojnë gjithashtu se në vend të dytë si vepra që kanë numrin më të lartë të rasteve përgjatë vitit 2025 janë krimet kundër shëndetit. Këto krime kanë shënuar një rritje me 27% më shumë se viti paraardhës. Vepra penale kundër shëndetit ka të bëjë me vrasjen e mbetur në tentativë, vrasje me dashje apo plagosje e lehtë apo e rëndë. Këto të fundit ndiqen në gjendje të lirë. Për sa i përket shëndetit, ka të bëjë edhe me braktisjen e fëmijëve të mitur për t'i nxjerrë për të lypur dhe këto vijnë nga komunitetet të caktuara. Gjatë vitit 2025 raportohen mbi 45.000 autorë të dyshuar të veprave penale, ku mbi 93% e tyre rezultojnë të gjinisë mashkullore të moshave nga 30 deri 44 vjeç. Si pasojë veprave penale, afro 20.000 persona kanë mbetur të dëmtuar në vendin tonë. Një në 9 gra në vendin tonë nuk arrin të plotësojë nevojat për kujdes shëndetësor. Në raportin e fundit mbi barazinë gjinore të Ministrisë së Shëndetësisë theksohet se afro 11% e grave në Shqipëri kanë raportuar se nuk kanë marrë trajtimin e nevojshëm mjekësor. Për ekspertët e çështjeve sociale, kjo lidhet me më së shumti diferencat gjinore në Shqipëri, po ashtu me pamundësinë financiare, duke përfshirë këtu punë më pak të paguara, kanë një rol tjetër që është ai për kujdesjes në familje, element tjetër është transporti, kryesisht për ato të cilët jetojnë në zonat rurale, nuk kanë akses në të ardhura, kosto për të bërë analiza të specializuara dhe munges interesimi nga vetë këto të fundit. Gratë kanë një status jo dominant në shoqëri dhe nevoja për kujdes shëndetësor nuk mungon, por mungon aksesi në të. Gratë e moshuar edhe ato në zonat rurale janë ato të cilat e vuajnë më së shumti mungesën e trajtimit të nevojshëm shëndetësor për shkak të neglizhencës, por edhe pamundësive ekonomike, si përfshir këtu edhe transportin. Raporti thekson se gratë të cilët jetojnë në varfëri, po ashtu është më lart në Shqipëri në krahasim me meshkujt, dhe kjo përqindje ndryshon me rritjen e moshës. Kryesisht, moshat më të mëdha nga 50 deri në 80 vjeç janë ato të cilat neglizhojnë më së shumti, por gjithashtu kanë pamundësi financiare për të arritur për të marrë një shërbim shëndetësor në qendrat shëndetësore apo në spitalet në Shqipëri. Ishte gjithçka e përgatitur për te edicioni informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë përshëndetemi këtu.